Selam hoxh, thot burri po dën me marrë kredi. Unë e di që është haram, i fali 5 vakte namaz, jam shumë e stresuar. Aleikum selam wa rahmatullah. Lutë Allahu xhel që ta largoj burrin tënd prej këtij mëkati. Vazhdo këshilloje. Edhe nga ana tjetër bën dua namaz që me largu prej kësaj sprove. Allahu e mjaftoft burrin tënd veç me halal pa pas nevojë me hyn haram. Ti mundohu deri në maksimum me fjalë të mira të buta, pa u përla, pa e nervozu, pa pru punën qaj, edhe stakfirullah me ngrit dorë ose mu përla ose me të raf ty stakfirullah, këshillaje. Nëse pastaj nuk ke fuqi edhe ai veç e ka marrë kredin, atër themi nëse në gjërat të cilat ti mund është me ik, mos i përdor ato gjërat që ai ka marrë kredi me to. Nëse në gjërat që s'ke mundësi me ju ik, edhe detyrohesh atë për shkak ka ndërtu shtëpi, ose ka bleo barë, aty s'ki kush kanë, du të me jetu në qatë shtëpi, ti kërko pendim, falet e Allah Azza wa Jall, lutu edhe për burrin tanë, por nuk do të thonë që ti mos me jetu në qatë shtëpi, por nga ana tjetër me zemër mos me dasht atë veprim që e ka bë bashkëshorti. E nëse në gjërat cilat mundesh me ik, mos i prano. Me quaj me ble diçka që me dhënë i dhurat ty dukat ose diçka me kredi, mos i prano ato gjëra. Pra, ka dallim situata parë prej dytës, por gjithsesi bën dua edhe këshilloje sa të mundesh. Por mos e bjerë punën deri aty që ai mund nda ose me ushtru dhun ndaj teje për këtë veprim.